Në një fushat elektorale në drejtimin 4 vjeçar që kërkojnë partitë në gjithë botën, në vendet demokratike, janë 3 faktorë. Në radhë parë të kenë një program të mirë, të kenë ekip të mirë kandidatësh në qarkun përkatës, edhe individi që paraqitet. Unë po e nis nga kjo e treta, meqense ju këtu, njërazi me pjesëmarrje në këtë takim, shënoni dhe atë mbështetjen tuaj të parë, të hapur për kandidaten e doktoreshën Alta Azizi Aluci. Ne sjellim një mbes të zonës tuaj, një vajzë të zonës tuaj, pedagoge që mbulon dhe një zonë të madhe në Vlorë, ka ngritur një shtab me drejtues me njerëz me përvojë ku ka dhe nga ato mosha për përvojën dhe për mençurinë e cilit ne kemi nevojë, por dhe shumë të rinj. Është një program tërësisht që e kthen vëmendjen tek fermeri, e kthen vëmendjen tek bujqësia, e kthen vëmendjen te inkurajimi i atyre fermave të vogla dhe të mesme, për cilat ne kemi gjithë nevojë dhe janë ato që do jetë ai motori i vogël që do bëj që do xhiroj, do ndryshoj jeta. Dhe për kraja që ne do t'u japim fëmijëve tuaj apo motrave dhe vëllezërve tuaj që do kthehen nga emigrimi duke i vendosur në një me bonuse 5 vite pa taksa, duke i suportuar me kredira e të tjera. Kryesorja të dashur vëllezër, duhet të kuptojmë një gjë. Ne vim mbas një qeverisje të një sekti grabitqar që mbas 12 vjetësh të paktën nuk u ka thënë njerë më fal shqiptarve, nuk u ka thënë njerë më fal shqiptarve për këtë hemoragji masive, për këta 1.100.000 njerëz që kanë ikur në këto 12 vite. Ne e kemi punën të përcjellim programin ton dhe të vim me kandidatët ton edhe të japim ato garanci që duhen nëse për zhvillimin dhe konsolidimin e zonës. Zona jonë për zhvillimin dhe për të kapur ato ritmet është një zonë që ka nevojë për punën, për mendjet, për përkushtimin e të gjithëve dhe është një zonë kompletu që ne atë turizmin e detit, turizmin e rërës dhe të detit, ne duhet ta gërshëtojmë me turizmin e malit, turizmin e zonës detare me turizmin e zonës malore, duhet ta gërshëtojmë me trashëgimin kulturore, me të turizmin historik. Turizmin historik që ne e kemi me bollëk. Ne jemi vend i pasur me histori të lavdishme, qoftë djathtas, qoftë majtas. Dhe ne duhet ta evokojmë këtë histori dhe ne duhet ta prosperojmë zonën tonë, të inkurajojmë një zhvillim të tillë edhe me këto bujtinat. Ne duhet të punojmë, të dashur vëllezër, të nderuar prindër dhe të nderuar zotrinj, duhet të punojmë për zonën tonë, që kjo zonë, ashtu siç ka qenë shtylla e Vlorës, ashtu siç ka qenë mbrojtja më e mirë e qytetit të Vlorës, e qytetarëve vlonjat, tani të eci paralelisht me qytetin e Vlorës, qyteti ynë i ardhshëm i Amantias, të eci në fushën e turizmit, në fushën e ekonomisë, në fushën e arsimit, në fushën e historisë, se këtu duke suportuar ne arsimin, duke mos lejuar mbylljen e këtyre shkollave me çdo çmim, duke investuar te edukimi i fëmijëve tanë, ne do ta riveshim të zonën me lavdin që ka pasur. Ju falenderit për këtë pjesëmarrje masive dhe respekt të Partisë Demokratike dhe të Aleancës Shqipëria Madhështore. Unë kam derin dhe kënaqësinë sot të jem këtu para jush si kryetari i Degës, Selenic, që të prezantoj kandidatët fitues të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj 2025. Kam derin bashkë me drejtuesin politik të qarkut, me ish kryetarin e Degës, zotin Atir Doça, që për njësinë administrative kot të prezantojmë një zonjë, një pedagoge të shkëlqyer, do mbuloj njësinë administrative kot, Alta Aluci Azizi. Për këtë zonë, unë personalisht gëzoj respekt të veçantë sepse ka njerëz të cilët po të thanë po është po dhe po të thanë jo është jo dhe nuk ka nevojë që ti të diskutosh më. Kështu që Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore ka një ekip i cili plotson puzzle-in, do ta konsideroja unë, të elementeve të cilët do duhet këtë një ekip përfaqësues në të gjithë qarkun. Midis të cilëve edhe Alta, por edhe djem dhe vajza të rinj që japin jeshi listës, apo edhe zonja dhe zotrit të cilët në profesionet e tyre janë të nderuar dhe të shkëlqyer. Është një zonë e cila unë do doja që kështu siç jemi këtu gjithë së bashku të përçojmë zërin ton për t'i dhënë votën Altës dhe Partisë Demokratike për të pasur një rezultat pozitiv, për t'i dhënë një mësim
këtyre të cilët e kanë uzurpuar vendin dhe po largojnë dhe po shpopullojnë këtë vend. Në këto vitet e fundit të nderuar miq janë larguar mbi 1.1 milion qytetarë shqiptar, cilët janë djemt tuaj, vajzat tuaja, niprit, mbesat, vëllezrit, bashkëmoshatarët, motrat e vëllezrit tanë, cilët janë, po edhe prindër, të cilët po gjejnë justifikime për t'u larguar. Ne do duam që ta përcjellim të gjithë qytetarët, edhe tek bashkëtarët tanë këtu në zonë, cilët patjetër që ndjejnë mungesën e ekzistencës së qeverisë të pushtetit qendror, po edhe të pushtetit vendor. Ne kemi një program të mirëfillt i cili subvencionon bujqërit edhe blektorët të cilët kanë produkte dhe përpiqen që me produktet e tyre të realizojnë të ardhurat familjare. Ulja e çmimit të naftës do të jetë për bujqësinë do të jetë një nga pikat kyçe, ulja e TVSH-s nga 20 në 15%, taksa 10% nga 15%, pra taksa e sheshtë, e cila ka dhënë prova që duke ulur zgjeron bazën e tatueshme, është kalimi i pronësisë nga 15% në 2% që ju prek juve, azhonimi i tokave dhe hapja përsëri e sporteleve të Agjencisë Shtetërore të Kadrasës, në cilën nuk gjen më asnjë nga ju shërbime duke u futur në ato andrallat e i Albanias me ripërsëritje aplikimesh dhe argjime lekësh, sepse jam i bindur që të gjithë juve, edhe në ato tokat bujqësore tuaja, po edhe sikur ta vësh në bank, po edhe sikur të duash t'ia falësh djalit apo ta shesësh, duke u penguar nëpërmjet sporteleve, shkoni nëpërmjet pasaj zyrave të cilat janë hapur apo stafate që krijojnë dhe ato sekserlliqet për të dhënë një lek e për të marrë ato certifikatat. Jam falenderuese për mbështetjen ndaj meje, po kryesisht për mbështetjen ndaj Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Mbështetja ndaj meje, pjesa e Mavrovës e tregoi dhe në 2021 dhe sinqerisht më ka bërë krenar. Jam e bindur se Vlora, Selenica dhe gjithë pjesa e Drygut të Lumit kësaj radhe do votojnë për Partinë Demokratike. Jam e bindur do votojnë për numrin 1 dhe votimi për Partinë Demokratike dhe numrin 1 është primar për të gjithë ne nga i pari tek i fundit. Kota ka nevojë për të qenë bashki dhe nuk ka nevojë që të varet nga Selenica dhe shumë zona të tjera për të kthyer siç ka qenë pasi reforma territoriale vetëm ka prishur punë. Fakti që do ketë subvencione, fakti që do ketë mbështetje dhe kredi të buta, unë dua që jeta të ishte siç ka qenë. Aty ku kam kaluar një pjesë shumë të mirë të fëmijërisë, ka rënë niveli jetesës, ka vajtur në fund, si të majtë dhe të djathtë. Unë dua që ta mendojnë, të kthjellohen një herë vetë, çfarë kanë parë këto 12 vite, sidomos pensionistët, le bujqësia e blektoria. Çfarë kanë parë? Asnjë rritje. Ekonomia poshtë, në zero. Fëmija ikën. Unë dua dhe bëj thirrje. Dhe për ata të majtë që janë apo nuk janë këtu, të mendohen mirë, t'i bjen mirë lapsit. Edhe ata të majtë janë, e shikojnë ku janë ka të ndisur. Kanë bajt në zero. Mos a majnë hundën për pjetë. Po të kthehen andej në aq ekonomia nga duhet bërë rotacioni. Se s'kanë gjë në vijë. Sukses e ti mbes.